Të mërkurën brëma në Prishtinë u mbajt premiera e filmit ADN, duke sjellë në ekran ndarjen, dhimbjen dhe forcën që lind nga vetë Gjako. Tjetra të pranishëm mbushën sallën për të parë këtë dramë të realizuar nga regjizori Lindar Kaja, me producente Riki Roqi dhe Eriola Doqi, të cilat ishin edhe protagonistët e filmit. Në tapetin e koq vëmendjen e morën aktorët Riki Roqi, Eriola Doqi dhe Azem Gagica, që me paraqitjen dhe rolin e tyre sollën emocione të forta dhe duartrokitje nga publiku. Shumë emocione dhe ka njerëz, unë nuk e prisja dhe këtë gjë në Prishtinë, jam shumë e lumtur. S'kam fjalë, jam vërtet e lumtur si që shikoni. Presoj që Prishtina ta mirëpresi filmin, ashtu si që kanë mirëpritur dhe në Tiranë. Këtë shpresoj. Ky bërë premierën e parë dhe premierën e qytetet e tjera, prapë për ne ndjesia që të vim Kosovë është shumë e veçantë. Kjo jo vetëm për faktin që kishim edhe Azemin dhe meritojnë që ishim pjesë e kastit, por edhe se ndjejmë që do e përqafojnë këtë film dhe do marrin dashuri, ashtu siç po na japin. Eksperienca si aktora? Le të themi, nuk ka qenë e vështirë, pasi njeriu ndonjëherë shkon në gjëra që mundet t'i bëj dhe ne të gjithë kemi treguar si me Azemin, me Rikën dhe me pjesën e aktorëve, le të themi profesionistë, kemi treguar që ne bëjmë gjëra që mund t'i sjellim bukur. Përndryshe, ky film nuk do kishte dalë. A është më lehtë me punu me persona të cilët i ki meq apo jo? Jo, është më e vështirë. Dhe këtë se them vetëm për Riken, ose Rikja për mua, por edhe për një pjesë të kastit që kemi pasur edhe miq, se jo t'ja prishësh, jo t'ja ndreqësh është vështirë. Një histori në Big Brother që kemi qenë kundërshtar, por për ndryshe ka qenë një puthje skenike dhe por është dukur reale, kjo është e bukur. Është qenë pak më e shkurtër. Po zgjati shumë, a? Po. Unë si fëmijë gjithmonë kam dashur me bu aktor. Më ka plotësu ëndra jam. Kjo thjesht o fillimi, kam shumë energji për projekte tjera, e kom një veten shumë mirë. As vetë se kom prit që kam talentin për aktrim kaq të mirë, se kom marrë shumë feedbacka për njerëzve, shumë pozitivitet, shumë dashni. Vetëm kom e punu në këtë udhëtim, edhe kanë mund po me disa projekte tjera. Gjithçka filloi me dëshirën e dy vajzave që janë producentet Rike dhe Eriola, që deshin të sillnin kishin një ide që duan bëjmë një film me dy motra që ndahen kur janë të vogël. Dhe mbas të kësaj kërkese, dhe mbas të kësaj imagjinate, u zhvillua dhe skenari me Elona Hysenin, bashk skenarist, dhe arritëm bënim këtë përfundim që ishte sot. Pra nga një ëndër e dy gocave, me ëndra të mëdha, arrit të dalë një projekt i madh. Po besoj që të kënaqur me komentet që i keni marrë deri tani dhe feedbackun që ka pas filmi. Të them të drejtën, ka pas goxha komente pozitive. Nuk është se i prisja, sepse ishte një projekt, le të themi i dytë, por edhe i parë, me një produksion kaq të gjerë dhe kaq të madh. Dhe di të them që kam pas goxha pritshmëri pozitive dhe jam i lumtur për këtë. Cilin nga aktor ndoshta ka qenë më korrekti dhe ai që u vënu më shumë skena? Korrekt kanë qenë gjithë, të them të drejtën. Normalisht, po nuk që korrektësia dhe disiplina në këtë fushën tonë në film, pa disiplinë nuk bëhet dot asgjë. Dhe di të them që gjithë kanë pas disiplinën e tyre. Në premierë ishin të pranishëm edhe personazhe të njohura të ekranit, njëherët edhe miq të afërm të kastit të filmit, që erdhen për të shijuar mbrëmjen dhe për krahur kolegët e tyre. Sonte kam kënaqësinë të vi me pozitivitetin më të madh, jo për ta gjykuar, për ta shijuar. Kam shumë arsye që jam në këtë premierë. Premierën e Shqipërisë nuk e arrita dot sepse isha në Kosovë. Një dhe arsyeja kryesore është se skenaristja e këtij filmit është shoqja ime e ngushtë për 22 vitesh. Tjetra arsye është regjizori, është miku dhe shoku im, domethënë përmendim këtu skenaristen Elona Hyseni, një vajzë e talentuar, regjizore, skenariste, aktore,
përmend Lindar Kajën që ka qenë regjizori i këtij filmit dhe duke i uruar suksese shoqeve Eriolës dhe Rikes për sipërmarrjen dhe për këtë produkt të kinemas që kanë sjellë për publikun shqiptar. Ju uroj shumë suksese. Kam vetëm nota pozitive dhe kam ardhur me shumë dashamirësi ta ndjek këtë projekt. Sa i përket Eriolës, a ke ndonjë plan të ri, ndonjë film, teatr, shfaqje, ku na mund të po? Kam shumë projekte të reja. Një është një projekt shumë madhor që po bëj këtu në Kosovë. Për më gjatë, më ftoni në një intervistë dhe të shpalos këtë projektin që në fakt për rinin e Kosovës është me shumë rëndësi. Jo vetëm rinin, po flasim për fëmijët, adoleshentët, të rinj, të rriturit e më gjerë. Po i kam kolegë gjithë cilin edhe më ka ardhur interesant me po me një film edhe i përgëzoj Rikin edhe Eriolën që kanë bërë një punë shumë të madhe për radio në filmin, kanë investu vetë në film edhe nuk është lehtë, sidomos në tregun tonë, kështu që është një arritje goxha e madhe edhe gëzohem që dy femna të fuqishme si ato kanë arritur me dëpërtu në kinematografinë shqiptare. A kishe mujt ndonjëherë me të po edhe ty se aktor ose a kishe po vetën të rrit në ndonjë film e cili kishte qenë ai nëse po? Po, kishit mujt me më po, kam aftësi aktrimi, po më kam pyet vajzat, po nuk i kam thonë jo, s'po du me hi anej, për shkak se unë jam fokusu shumë të muzika, jam hy ma shumë të dasmat edhe duhet një përkushtim ma të madh me bo të kjo pjesa. Kështu që Si ka qenë Vera? Vera ka qenë shumë mirë, po ka më konë hala ma mirë, kështu që për mashallah. Jemi në përfundim të vitit edhe di që na krejtu i bëk të përgatitjet për programin e vitit 3 edhe të sjell ndoshta këngë 3, si është për ty? Kam e pas projekte të reja muzikore, unë kam hy ma shumë të komercialja, kështu që kam e pas ma shumë këngë ma ritmike se so balada, si që janë mësumi po prej vesës e me dëgju, kështu që keni me pas këngë ma komerciale, komerç. Jemi në Prishtinë dhe këtu ka Shumë dashuri! ADN po vazhdon sukses shumë rrugtimin e tij në çdo qytet ku ka shqiptar, duke lënë të